Faleminderit shef Redonit dhe Antonetës, por gjithashtu edhe kësaj bisede kaq të këndshme që erdhi nga kuzhina. Megjithatë, pjata që shefi gatoi sigurisht që shkon sinkron me temën që ne do të trajtojmë tani me Anila Kalleshën, e cila është dietologe klinike që me të cilën do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, sepse të gjithë ne duam shumë të konsumojmë pasta e karbohidrate të ndryshme, por kur duhet t'i konsumojmë ato dhe si duhet të bëjmë kujdes që në një farë mënyrë të mos ndikojnë negativisht në organizmin tonë, do të flasim me njëherë pas sigletës. Faleminderit Anila që je në mundësi e shëndetshme. Faleminderit. Edhe njëherë. Karbohidratet shumë të dashura besoj për njerëzit apo jo? Po, është e vërtet. Është burimi i energjisë. Ju e tha dhe më përpara, në fakt ju morët burimi energjia të gatimin që u bën në kuzhinë, por burimi i energjisë të gjithë trupit le të themi janë karbohidratet. Por ka një klasifikim të tyre? Për të kuptuar nëse janë të dëmshme disa dhe disa karbohidrate të thjeshta dhe ato komplekse. Karbohidratet e thjeshta janë kryesisht karbohidratet të cilat penalizojnë komplet, po themi, le themi, këtë makronutrient, pra karbohidratet, dhe janë sheqeri i bardhë, janë ëmbëlsirat, janë pijet e ëmbla, është buka e bardhë, byrekët e ndryshëm, të gjithë sheqerna të cilat janë shumë kollaj, le themi, për të marrë, por rrisin një indeks glisemie në organizëm njëherë, bëjnë çrimin e insulinës dhe janë penalizuese për shtimin e peshë, për rritjen e inflamacionit, për probleme, një sër problematikash në organizëm. Ndërkohë, ne kemi këtu karbohidratet komplekse, janë ato të cilat vinë, nuk janë të rafinuara, por vinë në mënyrën e tyre komplekse dhe le themi buka e zezë, orizi integral, makaronat integrale, tërshëra, të gjitha këto ndihmojnë më mirë në balancimin e insulinës dhe në rregullimin e hormoneve të ndryshme, natyrisht në uljen e inflamacionit dhe në dhënien e energjisë të organizmit, ajo çfarë është më e rëndësishme në fund fare. Po ju çfarë këshilloni zakonisht? Për shembull pastat të cilat janë apo makaron mund të konsumohen vetëm nga persona që ndoshta mund të kenë problematika të ndryshme apo sëmundje shoqëruese siç mund të jetë për shembull diabeti, apo e këshilloni që këtë dietë ta ndjekin edhe ata persona që duan të kenë një balancim të mirë të asaj çka konsumojnë, se duket sikur nuk janë shumë të shijshme ndonjëherë. Nëse ne duam të ushqehemi shëndetshëm, natyrisht nga ushqimi që ne do marrim, duhet të marrim vlera ushqyese. Dhe vlerat ushqyese merren në një produkt i cili përmban vitamina, minerale, antioksidant, fermente të ndryshme, pra rrisin mikrobiotën e zorrës tonë. Të gjitha këto ne i marrim tek produktet integrale, tek produktet të cilat janë sa më afër realitetit, më pak të procesuara, më pak të përpunuara, dhe natyrisht që na ndihmojnë për të mbajtur një balancë hormonale, por gjithashtu edhe qoftë për hormonin e uris, dhe grelinën dhe leptinën, por gjithashtu edhe për të balancuar të gjitha hormonet tjera që ndodhin në organizëm, duke pasur, le themi, mos të kemi rritje të inflamacionit, rritje të insulinës në gjak. Të gjitha këto ne i kemi tek produktet, le themi, tek karbohidratet komplekse, që janë sa më pak të procesuar. A ka të bëjë mënyra se si gatuhen në këtë rast karbohidratet për të përfitur më mirë nga organizmi ynë? Tani nuk mund të themi që mjedhin do ta ham të gjallë, pra natyrisht do kalojnë në proceset termike. Jo, se thuhet që zakonisht pastat për të tretur më mirë duhet ke një minutazh të saktuar të gatimi al dente. Natyrisht sa më e keni vënë re po t'i lëm makaronat ose pastat, po t'i lëm në ujë, pa i gatuar ndoshta, ato fillojnë fryen, ajntën, mufaten dhe kuptohet që këtu fillojnë të humbasin vlerat ushqyese të tyre. Kështu që natyrisht flasim për tek pas, po ne orizin integral nuk mund ta konsumojmë të pa zier mirë, le themi, ose jo vetëm tek këto, të buka, natyrisht do kalojnë në një temperaturë të caktuar për të pjekur. Të gjitha këto ndikojnë në cilësinë e ushqimit dhe gatimi është thelbësor, le themi, në ruajtjen e vlerave ushqyese ose në humbjen e tyre. Kështu që një ushqim i skuqur, një ushqim i zier shumë, le themi, që një ushqim i cili ka kaluar në procese termike shumë të larta, të gjitha këtu kemi, le themi, ju e dini tashmë edhe bukën kur pritet me thik, le themi që grincat e mineraleve dhe vitaminave që përmbajnë mund të shpërbën dhe mund të bën jo aq efikase sa që janë kur, le të themi. A është një mit që karbohidratet të shëndoshin apo jo të gjitha? Le të themi që karbohidratet, e thash dhe më përpara, janë energji për organizmin, sidomos për trurin. Truri përdor, në pjesën më të madhe të saj, përdor glukozën, dhe glukoza natyrisht aktivizohet, le të themi, nëpërmjet ushqyerjes me karbohidrate.
Por gjithashtu edhe mëlçia është një tjetër element i cili në rastin kur merr glukozë nga karbohidratet komplekse, le të themi, krijon një balancim të insulinës, por gjithashtu kjo glukozë konvertohet në glikogen, në mëlçi dhe mund ta përdorin dhe muskujt gjatë trajtimeve. Nëse bëhet, le të themi, e dëmshme ose nëse bëhet për shtim peshe. Natyrisht në shtimin e peshës produkti, nëse është i përpunuar, patjetër që është kontribues në shtim peshe. Por le të themi që një gram karbohidrate konvertohet në 4 kalori. 1 gram yndyrë konvertohet në 9 kalori dhe 1 gram alkool konvertohet në 8 kalori. Pra, dhe 1 gram proteinë në 4 kalori. Pra, po ta shikojmë, proteinat me karbohidratet kanë, le të themi, të njëjtën vlerë kalorike. Por, ajo çfarë është që e bën problematik ose që penalizon, është volumi i ushqimit që ne konsumojmë, sepse duke qenë të procesuara, volumi i ushqimit, le të themi, është më i madh, rritet insulina më shpejt në gjak, duke krijuar ndoshta dhe shtimin në peshë. Pastaj, mund të kemi persona të cilët vuajnë nga patologji të ndryshme, për shembull, persona të cilët kanë, le të themi, një ndjeshmëri ushqimore ndaj glutenit, ose le të themi nuk e tresin mirë ose nuk e përthithin mirë këtë karbohidrat, natyrisht kanë çrregullime të metabolizmit, sepse karbohidratet janë balancuese shumë të mira të metabolizmit të yndyrnave dhe proteinave. Dhe në rastin që ka apo që tregon organizmi ynë dhe mund ta kuptojmë lehtësisht që nuk e pranon karbohidratet. Edhe nuk reagon mirë ndaj tyre. Intoleranca ushqimore do të ishte një element shumë i mirë, por edhe alergjitë ushqimore mund të jenë tjetër një element i cili që tregon pak a shumë që nëse ne mund t'i konsumojmë, flasim për brumrat, sepse karbohidratet, koncepti i karbohidrateve është shumë i madh, domethënë. Nuk janë vetëm brumrat. Unë këtë po dëgjoja që pari, më tha dikush që unë kam filluar të humbas peshë sepse kam hequr të gjitha karbohidratet. Dhe i thash, çfarë kupton ti me heqjen e karbohidrateve, sepse karbohidrate ka çdo frut që ne konsumojmë, çdo perime që ne konsumojmë. Pra, është sheqeri që ndodhet te këto ushqime. Sigurisht me këtë pyetje doja të vijoja, sepse ne në tryezë kemi dy pjata. Njërin që kemi me atë që ne njohim në përditshmëri, brumrat, si karbohidrata, ama kemi edhe një pjatancë tjetër ku janë disa qep, patatja ëmbël dhe patatja normale. Po mund të merrim çdo frut, mund të merrim frutat e thata, mund të merrim legume, që ne ndonjëherë i përdorim në këtë rast patatet i përdorim edhe për çështje diete, në një farë mënyre për të balancuar. Absolutisht po, por nëse këtu në pjatë ne kemi dy lloje patatesh. Kjo patatja e bardhë kryesisht ka në pjesën më të madhe të saj amidon, ndërsa patatja e kuqe është më ushqyeshme, natyrisht është pak më e ëmbël, kot nuk quhet patate e ëmbël, por ka antioksidant dhe vlera ushqyese më të mira. Pra, e rëndësishme është në një regjim ushqimor të shëndetshëm, e rëndësishme është që ne të balancojmë dhe të dimë cili është ushqimi i cili ka vlera ushqyese më shumë. Pra, bëra atë krahasimin e famshëm të fisit me pis, por le të themi që penalizojnë karbohidratet për një, le të themi, ndoshta një shtim peshe, ndoshta një çrregullim të sistemit tretës, por gjithmonë kur këto janë të procesuara, të përpunuara dhe nuk na ofrojnë më shumë më tepër se nishte shtele, le themi, ose amidon i cili është, le themi, jo shumë i shëndetshëm për organizmin. A është kjo një arsye pse shpeshherë edhe dietologët madje thonë që edhe frutat duhet të konsumohen në një sasi të caktuar, apo edhe perimet në një sasi të caktuar? Është një arsye kjo që të gjitha përmbajnë në një lloj karbohidrati, të gjitha kanë atë sheqerin edhe kjo mbase mund të ndikojë më pas edhe në shtrimin e peshës apo ndoshta në mosarritjen e rezultateve të cilat shpeshherë kërkojmë edhe nuk vinë. Vite më përpara ishte shumë trend, le themi në titujt e mëdhenj që konsumoni sa më shumë fruta dhe perime. Sa më shumë fruta dhe perime sa? Sa është ajo sasia sa më shumë, sepse ne e dimë që edhe ujin po ta konsumojmë me tepëricë mund të krijojmë problematika në organizëm. Kështu që cila do të ishte sasia rekomanduar e frutave do të ishte 1, 2, maksimumi 3 fruta në ditë. Dhe këto fruta, sepse kanë sheqerin, ka këtë karbohidrat i cili mund të jetë i dëmshëm për organizmin. Por, le themi, cila do të ishte gjëja më e mirë. Gjëja më e mirë nuk do të ishte një lëng i shtrydhur i cili përmban 3 fruta brënda dhe pastaj mund të konsumosh dhe 2 fruta të tjerë gjatë ditës, pra do kalonte porcionet jo nga 3 po 5, por do të ishte konsumimi në vaktet e ndërmjetme, pra larg vakteve kryesore, i frutave, 1 ose 2 frutave, që mund të ishte një moll, një dardhë,
fruta që nuk përmbajnë shumë sheqer, le të themi, për ata persona të cilët kanë ndjeshmërinë ndaj karbohidrateve ose jo përthithje të mirë të tyre, dhe mund të jenë ndoshta edhe intolerant ndaj fruktozës, sheqerit që ndodhet tek frutat. Sa herë këshillon që në javë në një dietë të balancuar të konsumojnë karbohidrate? Atëherë, në një dietë të balancuar, ne tashmë bëm edhe para ca kohësh, bëm piramidën ushqimore, e cila kishte përmbysur, le të themi, të gjitha ato piramidën e zakonshme, ku ishte 55 deri në 60% nevoja për të konsumuar karbohidrate. Tashmë është kthyer, është bërë më shumë, është dhënë më shumë prioritet proteinave, le të themi, por proteinat kanë dhe një problem tjetër. Ti vërtet mund të konsumosh shumë proteina, por energjia që ti e merr, po e merr nga proteinat dhe nga karbohidratet jo. Dhe ti mund të ndihesh pak më i lodhur, pak më i kputur, më pak energji, me sy të ënjtur zgjohesh në mëngjes, ke një përgjumje, flavon, zgjohesh herët, përveç asaj që veshkat në rastin e një diete ketogjenike, pra një diete e cila është e balancuar kryesisht, e fokusuar kryesisht në konsumimin më shumë të proteinave, do të sjellë një problematik në veshkat tona. Kështu që unë mendoj që konsumimi i karbohidrateve, por atyre që nuk janë të procesuara, të përpunuara dhe që kanë vlera ushqyese duke pasur fibra, vitamina dhe minerale, për shembull, ne penalizojmë konsumimin e bukës. Buka integrale në fakt ka vitaminat B kompleks, të cilat janë shumë të rëndësishme për energjinë e trurit, për energjinë e qelizave dhe natyrisht për të na ndihmuar për të pasur një sistem tretës shumë të rëndësishëm. Nga vitaminat B kompleks ne marrim dhe përmirësojmë mikrobiotën tonë, zorët tona, duke krijuar një sistem tretës shumë të mirë. Dhe ne e dimë, në rastin kur ne kemi një sistem tretës jo të shëndetshëm, pra jo të mirë, mos tretja shkakton anomali dhe problematika shëndetësore, sepse njësër sëmundjesh, le themi 70-80% të sëmundjeve që zhvillohen në organizmin tonë, përfshirë dhe inflamacionin, zhvillohen në zorët tona. Nëse ne nuk kemi një zorë të shëndetshme, patjetër që do të kemi dëme. Por cili është problemi nëse nuk konsumojmë të karbohidrate komplekse? Sistemi tretës nuk është ai që duhet. Shpeshherë shoqërohet me kapstok. Nuk ka një mirë funksionim. Shoqërohet me kapstok, kemi le të themi një florë bakteriale jo të shëndetshme, sepse edhe fermente që ndodhen tek karbohidratet komplekse janë të shëndetshme për organizmin. Pra nuk arrim të rrisim një mikrobiot të shëndetshme dhe të rëndësishme. Kështu që unë mendoj që konsumimi i tyre çdo ditë do të ishte vërtet një zgjidhje e një diete të balancuar. Jo më kohë dieta mesdhetare është dieta e cila, le të themi, është më e shëndetshme për uljen e inflamacionit dhe problematikave në organizëm, shëndetin e sistemit kardiovaskular, për përmirësimin e diabetit, për përmirësimin e inflamacionit në organizëm, sepse përmban, çfarë përmban? Përmban karbohidrate të shëndetshme, le të themi këtë dietë. Pra, ne si mund ta konceptojmë jetën tonë pa konsumimin e bishtajoreve, fasulet, thjerëzat, mashurkat, bishtajat, të cilët vërtet përmbajnë karbohidrate, nuk janë të dëmshme për organizmin. Përkundrazi, ato ndihmojnë mjaft mirë në sistemin tonë tretës dhe në shëndetin tonë. A konsumojnë fëmijët më shumë karbohidrate se sa të rriturit? Natyrisht, fëmijët janë më aktiv dhe mënyrën e tretjes, sistemin tretës e kanë më aktiv dhe më të shëndetshëm, metabolizmin e kanë hiperaktiv, kështu që natyrisht fëmijët duhet të konsumojnë. Por, e thash dhe më përpara, e rëndësishme është penalizimi i karbohidrateve, le themi i këtyre të paktën të thjeshtave, flas për brumrat e ndryshëm, makaronat, picat, nuk është vetëm demonizimi, le të themi, si karbohidrat, por është edhe vlerat e shtuara që bëhen nga yndyrnat e tepërta, nga salsat e ndryshme, nga, le të themi, përbërës të ndryshëm të cilët e penalizojnë dhe shkatrojnë vlerën ushqyese të karbohidrateve. Njemi në fund të kësaj bisede me një këshill që do ta përmbyllësh për sa i përket konsumimit të karbohidrateve, atë që shpeshherë njohim si mite dhe si të vërteta, që mos konsumoni se do ju shëndoshin edhe mos hani makarona apo bukë. Çfarë duhet të konsumojmë apo të gjitha me një balancë? Ekonomia e një shteti funksionon shumë mirë kur makronutrientët, makroelementet dhe mikroelementet janë shumë të lidhura në fokus. Natyrisht edhe në ushqim, nëse duam një shëndet të shëndetshëm, patjetër që le themi ndërthurja ndërmjet makroelementeve që janë karbohidratet, jo të thjeshtat, por komplekset, yndyrnat e shëndetshme, jo ato që janë të hidrogenizuara, yndyrnat me origjinë shtatëzore, por yndyrnat e shëndetshme, flasim për bajën e ulldirit, për frutat e thata, por gjithashtu avokadoja, peshku,
duke përfshirë dhe proteinat të cilat janë shumë të mira për të pasur një muskull të shëndetshëm në organizëm, pa haruar antioksidantët, fibrat, vitaminat dhe mineralet të cilat gjithmonë gjenden tek produkte që nuk janë shumë të procesuara, ne kemi një funksion shumë të shëndetshëm të trupit dhe gjithmonë do të dukemi të rinj, me një gjatësi shumë të mirë dhe ajo çfarë është më rëndësishme, mos shkojmë në pleqëri duke u zvarritur, por të jemi të fortë, të shëndetshëm dhe pas sëmundja. Mesazh shumë i bukur. Anila, të falenderoj që ishe me ne sot në këtë hapësirë dhe faleminderit që na dhe shumë shpresë për sa i përket konsumimit të pastave dhe elementeve të tjerë, por me shumë kujdes, pa abuzuar, edhe nëse shohim që ka ndonjë problematik apo ndonjë intolerancë, të jemi të kujdesshëm. Dua të shtoj edhe diçka të vogël. Karbohidratet është shumë rëndësishme që të konsumohen me perime. Ashtu siç është edhe proteinat me perime. Pra, nëse vendosim që të marrim një pastë, do të ishte shumë e mirë jo të ishim të mbytur në mishe dhe në peshk, por të t'i konsumonim me perime, të zjera, në avull, do t'ishte shkëlqyer. Faleminderit, Anila. Ndërkohë, është momenti për të pritur Antonetën në studio dhe për të vijuar me një tjetër hapësirë. Faleminderit Iva, unë u ktheva për të shkuar tek një kënd tjetër, larg ushqimit, por afër të bukurës. Dhe të bukurës i vetëm tek vajzat, se jemi mësuar të përqendrohemi vetëm tek ato, por edhe tek djemt. Do të ndjekim sikletën miq dhe rikthehemi për të vazhduar bisedën.